Kolonja po kthehet gjithnjë më shumë në një destinacion të preferuar për të apasionuarit pas ciklizmit. Grupi i radhës që po shëtit zonën me bicikleta është nga Italia. Është hera e parë në Shqipëri. Dua të them se gjithçka është fantastike, njerëzit mikpritës kudo. Është hera e parë, por jo e fundit. Për mua është hera e tretë që vi. Vi sepse këtu është ndryshe nga Italia. Çmimet janë më të ulta, ushqimet më të bollshme, njerëzit më mikpritës, natyra më e bukur. Madje ju na respektoni shumë kur ne ecim me bicikleta. Është hera e katërt në Kolonjë, por herë me bicikletën time, jam kthyer se ndihem mirë këtu. Shoqëruesi shqiptar thotë se shumë prej turistëve të huaj që vizitojnë një herë Shqipërinë kthehen sërish. Ky është një grup që një pjesë e tyre nuk janë për herë të parë në Shqipëri, kanë qenë dhe herë tjera dhe kjo tregon se sa të përmbushur janë dhe se sa i ka pëlqyer eksperienca këtu. Kanë bërë më përpara kanë bërë një tur në një drejtim të kundërt në veri të Shqipërisë, tani po bëjnë një tur për të eksploruar pjesën e jugut të Shqipërisë. Kolonja po dëshmon se turizmi sportiv, sidomos eksplorimi i natyrës, është një mundësi e re zhvillimi për zonën.